Liridona u shfaq jashtë radhës, pa numër pritjeje, pa shoqërues, por me një vështrim që ishte e pamundur të injorohej. Kur ajo e refuzoi dhuratën para kamerave në mes të Tiranës, të gjithë menduan se ishte mosmirënjohje. Por ajo që ajo zbuloi aty bëri që e gjithë skena të shembej dhe ekspozoi një dhimbje që ishte e fshehur nën Fjuban e kuqe. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni, duke vazhduar. Ishte dhjetor në Tiranë, dhe i gjithë qyteti dukej se konspironte për t'i bërë të gjithë të besonin se lumturia ishte diçka që blihej e paketuar. Në Tregë, një nga qendrat më të mëdha tregtare në zonën e Farkës, dritat pulsonin me një ritëm frenetik, këngët e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri luheshin me një volum shurdhues dhe mijëra njerëz qarkullonin me qese shumë ngjyrëshe, fytyra të lodhura dhe buzëqeshje automatike. Atje, në atriumin kryesor, kishin montuar një skenografi që ngjante më shumë me një shesh xhirimi televiziv sesa me një aksion social, pemë gjigante të zbukuruara me rruzull të artë, një skenë e madhe me tapet të kuq, kamera profesionale në çdo kënd dhe një shirit gjigant të varur me fjalinë që i bënte të gjithë të ndiheshin mirë me veten, asnjë fëmijë pa dhuratë. Fushata promovohej nga sipërmarrësi Kamil Mansuri, një burr me origjinë arabe që kishte ndërtuar një perandori në fushën e import-eksportit. Në moshën 48 vjeçare, Kamili njihej për 3 gjëra: kur nuk buzëqeshte në publik, kur nuk jepte intervista personale dhe kur nuk bënte bamirësi pa u regjistruar diku. Ai nuk shihej keq për këtë. Përkundrazi, njerëzit admironin efikasitetin e tij, organizimin e tij të patëmet, aftësinë e tij për ta shndërruar bujarinë në një ngjarje madhore. Çdo vit që kur kishte mbërritur në Shqipëri ende i ri, ai financonte aksione bamirësie për festat e fundvitit. Por gjithmonë në të njëjtën mënyrë, të strukturuar, të filmuar, të publikuar. Gjithçka duhej të kishte një rezultat të matshëm. Gjithçka duhej të dukej e përsosur. Dhe, atë të shtunë të ftohtë dhjetori, gjithçka po shkonte saktësisht sipas planit. Pran Kamilit, këshilltarja e tij e imazhit, Pranvera Ademi, një grua 35 vjeçare me flokët e kapur në një topuz të përsosur dhe me një tablet gjithmonë në dorë, koordinonte çdo detaj si një mjeshtre orkestre. Ajo zgjidhte kush hynte në radhë, kush shkonte në skenë, cilin kënd duhej të kapte kamera. Pranvera e dinte se ajo fushat nuk ishte vetëm për të ndihmuar. Ishte për të ndërtuar një trashëgimi. Ishte për ta shndërruar Kamil Mansurin në sinonim të përgjegjësisë sociale. Dhe ajo ishte e mirë në atë që bënte. Shumë e mirë. Aq sa kishte punësuar tashmë 3 influencues digital për të postuar rreth ngjarjes, duke gjeneruar miliona shikime ende pa ardhur nata e ndërimit të viteve. Në anën tjetër të skenës, Rahman Ferati, koordinatori i sigurisë, një burr i gjatë dhe serioz 40 vjeçar, bënte xhiron me një vështrim dyshues. Ai e trajtonte çdo person në radhë si një rrezik potencial. Jo për ligësi, por nga trajnimi. Rahmani punonte në sigurinë e pronave prej 15 vitesh dhe kishte mësuar ta ndante emocionin nga funksioni. Për të, ato familje nuk ishin histori. Ishin variabla. Dhe variablat duheshin kontrolluar. E vetmja person aty që duke i shqetësuar nga gjithë ajo aparatur ishte zonja Shpresa, një zonjë 62 vjeçare, vullnetare veterane e ojqve dhe shtëpive mbështetëse. Ajo ishte aty me kërkesë të organizatës partnere, por ndjente një lëmsh në stomak sa herë që shite një kamerë t'i afrohej një fëmije për të kapur momentin e saktë të emocionit. Zonja Shpresa e dinte se ata njerëz nuk kishin nevojë për dritat e projektorëve. Kishin nevojë për dëgjim. Kishin nevojë për kohë. Kishin nevojë për dinjitet. Por askush nuk e pyeste mendimin e saj. Ajo ishte thjesht vullnetarja që ndihmonte në organizimin e radhave dhe shpërndarjen e numrave. Radha përparonte me një ritëm të provuar. Çdo familje ngjitej në skenë, merrte një shport ushqimore dhe një dhuratë të paketuar, falenderonte e emocionuar, pozonte për foto me Kamilin dhe zbriste nga ana tjetër. Gjithçka e kronometruar. Gjithçka e përsosur. Fëmijët buzëqeshnin. Prindërit qanin. Kamerat regjistronin. Dhe Pranvera shënonte çdo reagim duke menduar tashmë për përshkrimet e postimeve. Ishte një cikël i përsosur i mirësisë së shndërruar në përmbajtje. Por ishte pikërisht kur ora shënoi 3 pasdite që diçka doli jashtë skenarit. Një vajzë u shfaq. Ajo nuk ishte në radhë. Nuk kishte numër. Nuk kishte asnjë kujdestar të dukshëm pranë saj.
Ajo thjesht u shfaq nga ana anësore e ngjarjes, duke u shmangur rojeve të sigurisë me shkathësinë e dikujt që kishte mësuar herët të ishte e padukshme. Ishte rreth 5 vjeç, mbase 6, por dukej më e vogël nga mënyra se si trupi i saj mblidhej, sikur donte të zinte sa më pak hapësirë të ishte e mundur. Kishte veshur një xhaketë tepër të hollë për të ftohtin e dhjetorit, një palë xhinse të zbardhura dhe atlete të vjetra që dikur kishin qenë të bardha. Flokët e saj gështenjë ishin kapur në një bisht të shtrembër dhe faqet e saj kishin njolla pa pastërtie të përziera me atë që dukej si mbetje e ndonjë vakti të vjetër. Por ajo që tërhiqte më shumë vëmendjen nuk ishin rrobat e saj. Ishte vështrimi i saj. Ajo vajzë e shikonte skenën si dikush që shikon një vend të rrezikshëm. Nuk kishte mahnitje në sytë e saj. Kishte llogari. Ajo ndaloi pranë një prej shtyllave të dekoruara, duke vëzhguar gjithçka me vëmendje, kamerat, rojet e sigurisë, njerëzit që merrnin dhurata. Dhe qëndroi aty, e palvizur, pa kërkuar asgjë. Vetëm duke vëzhguar. Rahmani ishte i pari që e vuri re. Trajnimi i tij ndezi një alarm të menjëhershëm, fëmijë i vetëm, pa të rritur, jashtë radhe. Ai u afrua me hapa të prerë, gati për ta larguar atë variabël të padëshiruar. Por kur u afrua, diçka në vështrimin e vajzës e bëri të hezitonte. Nuk ishte frikë. Ishte një lloj lodhjeje e vjetër, sikur ajo e dinte tashmë se çfarë do të thoshte ai, ende pa e hapur gojen. Je humbur, bi? Pyeti ai, duke u përpjekur të dukej i sjellshëm, por me tonin e dikujt që donte ta zgjidhte shpejt atë punë. Vajza nuk u përgjigj. Vetëm vazhdoi të shikonte skenën. Ku e ke maman? Ajo shtrëngoi buzët. Sytë e saj u bën më të vëmendshëm, por ajo nuk lëvizi. Rahmani mbeti pa ditur çfarë të bënte. Të thërriste policinë? Ta çonte në zyrën administrative? Ai shikoi nga pranvera, e cila e kishte vënë re tashmë situatën dhe po bënte shenja diskrete që ai ta hiqte vajzën që andej para se ndonjë kamerë ta regjistronte. Në fund të fundit, një fëmijë i vetëm nuk përshtatej me narrativën e familjeve të lumtura. Por ishte në atë moment që Kamil Mansuri zbriti nga skena. Ai sapo kishte dorëzuar një tjetër dhuratë, ishte ende me buzëqeshjen protokollare në fytyrë, kur sytë e tij u kryqëzuan me ata të vajzës. Dhe diçka në atë vështrim e shqetësoi. Nuk ishte mëshirë ajo që ndjeu. Ishte irritim. Irritim që shite diçka jashtë vendit, diçka që nuk ishte në skenar. Kamili e urrente improvizimin. E urrente çrregullimin. Dhe ai fëmijë që qëndronte aty si një pikpyetje e gjallë, ishte çrregullim i pastër. Ai eci drejt saj me qëndrimin e tij të zakonshëm, shpatullat drejt, hapa të sigurt, shprehje e kontrolluar. Kamerat të uritura për përmbajtje emocionale vrapuan për të regjistruar momentin. Pranvera pothuajse brohoriti. Kjo do të jepte një postim të jashtëzakonshëm. Si përmarrësi arab i afrohet fëmijës së braktisur. E përsosur. Kamili u ul në gjunjë në lartësinë e vajzës, duke ruajtur qëndrimin që e dinte se po filmoi. Përshëndetje, e vogël, tha ai, me një zë të stërvitur për të qenë i sjellshëm. Dëshiron të zgjedhësh një dhuratë? Vajza e shikoi ngultas. Sytë e saj përshkuan fytyrën e tij, sikur po lexonte diçka që askush tjetër nuk e shihte. Ajo nuk u përgjigj menjëherë. Vonoi. Dhe kur më në fund foli, zëri i saj ishte i ulët, por i vendosur. Mund të zgjedh cilën do? Sigurisht, u përgjigj Kamili, duke imagjinuar tashmë skenën prekse që po krijonte. Mund të zgjedhësh çfarë të duash. Ai u ngrit dhe i bëri shenjë një prej vullnetarëve, i cili solli një kuti të madhe, të paketuar me letër të artë dhe me një fjongo të kuqe shkëlqyese. Ishte lloji i dhuratës që bënte sytë e çdo fëmije të shkëlqenin. Kamili e vendosi kutin në duart e vajzës me një buzëqeshje që e dinte se po kapej nga 5 kënde të ndryshme. Kjo është jotja. Gëzuar festat. Heshtje. Kamerat u afruan. Njerëzit përreth ndaluan se lëvizuri. Edhe muzika festive u duk se u ul në volum. Të gjithë prisnin reagimin. Të qarët nga lumturia. Përqafimin. Falënderimin e emocionuar. Por asgjë nga këto nuk ndodhi. Vajza shikoi kutin. Gishtat e saj të vegjël prekën letrën e artë. Për një sekond, u duk se ajo do ta pranonte. Por pastaj, me një lëvizje të ngadalë dhe të qëllimshme, ajo e shtyu dhuratën mbrapsht. Nuk e dua.
Bota ndaloi. Pranvera hapi sytë e habitur. Rahmani ngriu në vend. Vullnetarët këmbyen vështrime të konfuzuara. Zonja Shpresa, që po organizonte shportat në anën tjetër, ngriti kokën dhe ndiu një rënqetje t'i kalonte në përshtyllën kurrizore. Kamil Mansuri, për herë të parë pas shumë vitesh, nuk diti çfarë të thoshte. Ai shikoi vajzën, pastaj kutin, pastaj përsëri vajzën. Buzëqeshja e tij filloi të lëkundej. Ai u përpoq të ruante gjakftotësinë, por një shkëndij zemërimi filloi të ndizej brenda tij. Zemërimi përzier me turp. Si ishte e mundur që ai fëmijë po refuzonte? Përpara të gjithëve? Përpara kamerave? Ai u detyrua të bënte një buzëqeshje tjetër. Nuk të pëlqeu? Mund të marr një tjetër. Mund të zgjedhësh. Nuk është kjo, tha vajza, me një seriozitet që nuk përkonte me moshën e saj. Atëherë çfarë është? Ajo shtrëngoi buzët. Sytë e saj filluan të shkëlqenin, por ajo I mbajti lotët me forcën e dikujt që kishte mësuar se të qarët nuk shërben për asgjë. Dhe pastaj ajo tha fjalinë që do të ndryshonte gjithçka. Unë nuk mund ta marr. Sepse po ta marr, do të thonë që unë nuk kam më nevojë për asgjë. Fjalia ra si një bombë. Kamili rudhi ballin. Njerëzit përreth filluan të pëshpëritnin. Pranvera I bëri shenjë kamerës të ndryshonte kënd, duke u përpjekur të shpëtonte situatën. Por vajza vazhdoi. Dhe çdo fjalë që dilte nga goja e saj dukej se mbante një peshë që askush nuk priste ta dëgjonte. Unë kam nevojë për diçka tjetër. Kam nevojë që ju të shikoni motrën time. Motrën? Fjala e preu ajrin si një te. Kamili shikoi rreth e rrotull, duke kërkuar. Rahmani bëri një hap përpara, vigjilent. Zonja Shpresa, duke ndjerë se diçka e rëndësishme po ndodhte, filloi të afrohej. Vajza tregoi me gisht nga këndi I atriumit, larg skenës, larg dritave, larg kamerave. Atje, e ulur në një stol betoni pranë një prej daljes anësore, ishte një grua e re, mbase rreth të 20-tave, që mbante një foshnjë të vogël të mbështjell me një batanie të vjetër. Ajo ishte e kërrusur, sikur donte të zhdukej. Flokët e saj binin mbi fytyrë, duke I fshehur tiparet. Pranë saj, një qese plastike me pak rroba dhe një paket pelenash pothuajse bosh. Ajo nuk mundet të flas kur ka frikë, tha vajza, duke shikuar ende Kamilin. Ajo dridhet. Ajo I harron fjalët. Kur ne kërkojmë ndihmë, të gjithë mendojnë se ajo po gënjen. Ju jepni dhurata, por askush nuk beson atë që thot ajo. Unë doja që dikush të besonte. Heshtja që pasoi ishte absolute. Edhe muzika festive u duk se ishte fikur. Kamil Mansuri, burri I mësuar të kontrollonte gjithçka, ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej vitesh, pa fuqinë. Ai shikoi gruan në kënd, pastaj vajzën, pastaj kamerat. Dhe kuptoi për herë të parë se nuk kishte në kontroll asgjë. Pranvera u përpoq të ndërhynte. Do ta zgjidhim këtë prapa skenave, Kamil. Nuk ka nevojë të jetë këtu. Por vajza nuk lëvizi. Ajo vazhdoi ta shikonte atë duke pritur. Jo me shpresë. Me testim. Sikur po maste nëse ai burr ishte I vërtet apo thjesht një tjetër që shtirej. Dhe ishte në atë moment që zonja Shpresa u afrua. Ajo kishte parë shumë skena si kjo në jetën e saj si vullnetare. Dinte ta dallonte kur një fëmijë po kërkonte ndihmë pa bërtitur. Ajo ul në gjunjë pranë vajzës dhe e pyeti me zë të ëmbël, si e ke emrin, e dashur? Vajza hezitoi. Pastaj pëshpëriti, Bora. Zonja Shpresa buzëqeshi. Një buzëqeshje e trishtuar, por e vërtetë. Dhe kush është ajo vajza atje? Është Mirushe. Ajo kujdeset për mua. Dhe për Luanin. Luani është foshnja? Bora pohoi me kokë. Zonja Shpresa shikoi Kamilin. Dhe, për herë të parë që kur kishte filluar ajo fushatë, dikush I tha të vërtetën atij. Zoti Mansuri, kjo vajzë nuk po e refuzon dhuratën tuaj nga mosmirënjohja. Ajo po përpiqet të shpëtoj dikë. Dhe nëse ne nuk kushtojmë vëmendje, do të bëjmë saktësisht atë që ajo ka frikë, do të japim një gjë të bukur dhe do ta lëm dhimbjen të mbetet e padukshme. Kamili ndjeu sikur kishte marrë një grusht në stomak. Ai shikoi përsëri Mirishen në kënd. Dhe, për herë të parë pas shumë vitesh, pa përtej ngjarjes. Pa një person. Një histori.
Një kërkesë për ndihmë të maskuar me heshtje. Ai u kthye nga Rahmani dhe tha me një zë që nuk pranonte diskutim, "Fikni kamerat." "Çfarë?" Pranvera pothuajse bërtiti. "Kamil, ne nuk mundemi, fikni. Tani." Dhe kështu, në mes të ngjarjes së përsosur, të skenografisë së patëmet, të bamirësisë së filmuar, Kamil Mansuri bëri diçka që askush nuk e priste, ai e fiku spektaklin. Dhe vendosi, për herë të parë, të shikonte me të vërtetë. Por ajo që ai do të zbulonte për Borën, Mirishën dhe Luanin ishte vetëm fillimi i një historie që do të ndryshonte gjithçka që ai mendonte se dinte për ndihmën ndaj dikujt. Kamerat u fikën, por vështrimet jo. Qindra njerëz vazhdonin të vëzhgonin, pa ditur nëse duhej të duartrokisnin apo të ankoheshin. Ngjarja ishte kthyer në diçka tjetër, diçka që askush nuk dinte më si ta emërtonte. Nuk ishte bamirësi. Nuk ishte shfaqje. Ishte diçka e papërpunuar, e parehatshme, tepër reale për t'u nxënë në një fushat festash. Kamili eci drejt stolit ku ishte ulur Mirushja. Çdo hap i tij dukej se peshonte, sikur po përshkonte një territor të panjohur. Ai kur nuk e kishte bërë këtë më parë. Kur nuk kishte dalë nga skena për të shkuar të dikush pa skenar, pa qëllim të qartë, pa ditur çfarë të thoshte. Pranvera e ndoqi nga një distancë e matur, duke u përpjekur ende të kuptonte nëse kjo ishte një katastrofë apo një mundësi. Rahmani erdhi menjëherë pas tyre, i tensionuar, sikur priste që diçka të shkonte keq në çdo moment. Zonja Shpresa ishte e para që u afrua te Mirushja. Ajo u afrua ngadalë, si dikush që i afrohet një kafshë të plagosur. U ul pranë gruas së re dhe priti. Nuk bëri pyetje. Nuk ofroi asgjë. Thjesht qëndroi aty, e pranishme. Dhe ishte kjo që e bëri Mirishën të ngrinte fytyrën për herë të parë. Ajo kishte sy të gjelbër, të lodhur, të thellë. Fytyra ishte e bukur, por e shënuar nga një raskapitje që shkonte përtej fizikes. Duart e saj dridheshin lehtë ndërsa mbanin foshnjën, sikur kishte frikë ta lëshonte qoftë edhe për një sekondë. Luani flinte, ose të paktën shtirej sikur flinte, i mbledhur në batanien që mbante erë lagështirë dhe djers. Ai ishte tepër i vogël, tepër i dobët, dhe frymëmarrja e tij ishte e shkurtër dhe e parregull. Mirushja shikoi zonjën Shpresa, pastaj Kamilin, pastaj Borën, e cila kishte ardhur duke vrapuar dhe tani mbante cepin e xhaketës së vullnetares. Ajo hapi gojën për të folur, por asnjë tingull nuk doli. U përpoq përsëri. Asgjë. Sytë e saj u mbushën me lot frustrimi dhe ajo shtrëngoi buzët fort. Çdo gjë është në rregull, tha zonja Shpresa, duke i vendosur dorën në supe. Nuk ke nevojë të flasësh tani. Ne mund të presim. Por Kamili nuk kishte durim të priste. Ai ishte i mësuar me efikasitetin, me përgjigje të shpejta, me zgjidhje që nxinin në tabela Exceli. Ai ul në gjunjë përpara Mirishës dhe e pyeti, duke u përpjekur ta mbante zërin të ëmbël, por me një ton që ngjante më shumë me një marrje në pyetje. Për çfarë ke nevojë? Ushqim? Ilaçe? Një vend për të qëndruar? Mirushja u mblodh edhe më shumë. Ajo e shtrëngoi foshnjën pas gjoksit dhe filloi të lëkunte trupin para mbrapa, një lëvizje nervoze, përsëritse. Buzët e saj lëvizën, por dolën vetëm tinguj të pakuptueshëm, rroki që nuk formonin fjalë. Ajo po kalonte në panik. Kamil, tërhiqu pak, kërkoi zonja Shpresa me vendosmëri. Po e tremb atë. Unë po përpiqem vetëm të ndihmoj, u përgjigj ai, tashmë i irrituar. E di. Por ndonjëherë ndihma fillon duke mbyllur gojën dhe duke kushtuar vëmendje. Fjalia e kapi Kamilin në befasi. Askush nuk i fliste atij në atë mënyrë. Por ai u tërhoq, ndonse me ngurrim. Pranvera, anash, shënoi mendërisht se ajo vullnetare duhej larguar sa më shpejt të ishte e mundur. Rahmani vazhdoi të vëzhgonte gjithçka me dyshim, duart e kryqëzuara pas shpine, gati për të ndërhyrë. Ishte Bora ajo që e theu heshtjen. Ajo lëshoi xhaketën e zonjës Shpresa dhe shkoi te Mirushja, duke u ngjitur në stol dhe duke e përqafuar nga pas. Gruaja e re u relaksua menjëherë, sikur prekja e vajzës ishte e vetmja gjë që e mbante të tërë. Bora e puthi Mirishën në faqe dhe i pëshpëriti diçka në vesh. Askush nuk mundi ta dëgjonte se çfarë ishte, por Mirushja pohoi me kokë, mori frymë thellë dhe më në fund arriti të fliste. Kam nevojë që dikush të më besojë. Zëri i saj ishte i ngjirur, i dobët, por i ngarkuar me një urgjencë që të priste. Kamili rudhi ballin.
Të besoj në çfarë? Mirushja shikoi Borën, e cila pohoi me kokë duke e inkurajuar. Atëherë ajo tha, ngadalë, duke zgjedhur çdo fjalë sikur po çaktivizonte një bombë, u përpoqja të kërkoja ndihmë. Në 3 vende të ndryshme. Shkova në qendrën shëndetësore, shkova në shërbimin social, shkova në strehimore. Në të gjitha ato, më trajtuan sikur të isha gënjeshtare. Thanë se nuk dukesha sikur kisha nevojë. Se isha shumë e re për të pasur një fëmijë. Se duhej të sjellja dokumente, vërtetim banimi, regjistrim. Unë nuk kam asgjë nga këto. Dhe sa më shumë që shpjegosha, aq më shumë ata dyshonin. Derisa hoqa dorë nga kërkimi. Kamili dëgjoi, por nuk kuptoi. Për të, kjo nuk kishte sens. Nëse ajo kishte nevojë për ndihmë, mjaftonte të shkonte në vendet e duhura, të plotësonte formularët, të ndiqte proceset. Ai vetë kishte dhuruar për disa institucione që bënin saktësisht këtë. Por zonja Shpresa e dinte se realiteti ishte tjetër. Ajo kishte parë 10 mirishe duke u refuzuar sepse nuk përshtateshin me kriteret, sepse nuk kishin dokumentet e duhura, sepse nuk dukeshin mjaftueshëm të pambrojtura për t'u marrë seriozisht. Dhe pse nuk ke dokumente? Pyeti Rahmani me tonin e dikujt që po kërkonte tashmë paqëndrueshmëri në histori. Mirushja uli syt. Sepse u arratisa. Nga ku? Nga një shtëpi ku nuk më trajtonin si njeri. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Pranvera shikoi Kamilin duke pritur që ai ta mbyllte këtë punë. Kjo po bëhej tepër e ndërlikuar, tepër personale, tepër e rrezikshme. Por Kamili nuk lëvizi. Për herë të parë, ai po dëgjonte me të vërtetë. Bora, duke kuptuar se Mirushja nuk do të mundej të vazhdonte, e plotësoi historinë me ashpërsinë e dikujt që kishte jetuar tashmë gjëra që asnjë fëmijë nuk duhet të jetonte. Mirushja jetonte në një shtëpi ku e urdhëronin të bënte gjithçka. Të pastronte, të gatunte, të kujdesej për të gjithë. Dhe kur ajo nuk e bënte mirë, ata e rrinin. Ajo u përpoq të ikte disa herë, por gjithmonë i thoshin se ishte mosmirënjohëse, se po shpikte gjëra. Derisa zbuloi se ishte shtatzën me Luanin. Atëherë u desh të arratisej me të vërtetë. Sepse po të rrinte, do t'ia merrnin Luanin. Kamili ndjeu një shtrëngim në gjoks. Zonja Shpresa mbylli syt, duke marrë frym thellë. Rahmani vazhdoi të qëndronte i ftohtë, por qëndrimi i tij u bë më i ngurtë. Pranvera, nga ana tjetër, po mendonte tashmë se si kjo mund të rrifte në shtyp dhe të shkatëronte imazhin e fushatës. Po ti, Bora? Pyeti Kamili, duke shikuar vajzën. Si u njove me Mirishën? Bora hezitoi, pastaj u përgjigj me një zë që dukej tepër i vjetër për trupin e saj të vogël. Unë njohem në një strehimore të përkohshme. Unë kisha mbetur atje sepse gruaja që kujdesej për mua më parë tha se nuk mundej më. Mirushja ishte atje gjithashtu, duke u përpjekur të gjente një vend për të qëndruar. U bëm shoqe. Dhe kur ajo doli, unë i kërkova të shkoja me të. Ajo tha po. Por a ke familje? A ka dikush që po të kërkon? Bora ngriti supet. Nëse ka, nuk më kanë kërkuar kur siç duhet. Përgjigjja ishte si një goditje. Kamili kuptoi në atë moment se ishte përpara diçka që fushata e tij nuk do ta prekte kurrë. Kjo nuk ishte për të dhënë dhurata. Ishte për dështime sistemike, për njerëz që binin në përvrimat e shoqërisë, për fëmijë që mësonin të mbijetonin sepse askush nuk i mësonte të jetonin. Zonja Shpresa shikoi foshnjën dhe pyeti me delikatesë, "Mirushe, a është mirë Luani? Apo ushqehet siç duhet?" Mirushja tundi kokën dhe lotët e saj më në fund rodhen. Ai po humbet peshë. Unë përpiqem ta ushqej me gji, por nuk kam mjaftueshëm qumësh. Nuk kam ngrënë mirë prej kohësh. Dhe ai qan shumë, por unë nuk di çfarë të bëj. U përpoqa ta çoja në spital, por më thanë të kthehesha me kartelën e tij të vaksinimit. Unë nuk kam kartel. Nuk arrita ta bëja. Thanë se kisha nevojë për dokumentin tim fillimisht, por dokumenti im është në shtëpinë nga u arratisa, dhe unë nuk mund të kthehem atje. Me çdo fjalë, historia bëhej më e qartë. Dhe më e dhimbshme. Kamili kuptoi se ata 3 njerëz nuk kishin nevojë për një dhuratë festash. Ata kishin nevojë për diçka që ai nuk e dinte nëse mund ta jepte, një sistem që funksiononte. Që besonte. Që mirëpriste. Rahmani, i parehatshëm me situatën, sugjeroi, mund t'i drejtojmë të shërbimi social.
Ata dinë si të merren me këto raste. Ata e kanë provuar tashmë, Rahman, tha zonja Shpresa me vendosmëri. Dhe nuk funksionoi. Sepse sistemi nuk është i përgatitur për ata që nuk kanë dokumente, nuk kanë adresë, nuk kanë askënd që të dëshmojë për ta. Mirushja dhe Bora bien në një vakum burokratik. Dhe ndërsa burokracia përpiqet të zgjidhet, ato vazhdojnë në rrugë të padukshme. Kamili shikoi rreth e rrotull. Ngjarja vazhdonte në sfond, por tani dukej absurde. Njerëz që merrnin shporta, pozonin për foto, falenderonin për dhurata që do të zgjasnin një javë. Ndërkohë, pikërisht aty, pak metra më tutje, kishte njerëz që kishin nevojë për diçka shumë më urgjente dhe shumë më të vështirë për t'u dhënë. Ai mori një vendim. Rahman, thirr ekipin mjekësor. Dua që ta ekzaminojnë foshnjën tani. Kamil, kjo mund të krijojë një problem ligjor, ndërhynte Pranvera. Nëse përfshihemi shumë, Pranvera, nuk po kërkoj mendimin tënd. Po jap një urdhër. Këshilltarja heshti, por shpreha e saj linte të kuptojë se ky ishte një gabim. Rahmani, nga ana tjetër, u bind duke thirrur ekipin mjekësor që ishte në gatishmëri në ngjarje. Pas pak minutash, një infermiere dhe një mjek u shfaqën duke mbajtur një çantë të ndihmës së parë. Mjeku, një burr rreth të 50-tave i quajtur Durhe Kurani, u ul në gjunjë pranë Mirishes dhe kërkoi leje për të ekzaminuar foshnjën. Mirushja hezitoi duke e shtrënguar Luanin më fort. Ishte Bora ajo që e bindi. Lëre ta shikoj, Mirushe. Ai nuk do ta marrë Luanin prej teje. Unë nuk e lë. Mirushja, me syt ende plot lot, më në fund ja dorëzoi foshnjën mjekut. Durhe Kurani e shpalosi batanien me kujdes dhe, sa po pa trupin e foshnjës, shpreha e tij ndryshoi. Ai shikoi infermieren, e cila gjithashtu u bë serioze. Luani ishte i kequshyer, me lëkurë të zbetë, buzët paksa në të vjollcë dhe frymëmarrje të dobët. Mjeku vendosi stetoskopin dhe dëgjoi zemrën e foshnjës për një kohë që u duk e përjetshme. Më në fund, ai shikoi Kamilin dhe tha me seriozitet, kjo foshnjë ka nevojë për shtrim të menjëhershëm në spital. Është i dehidratuar dhe i kequshyer. Nëse nuk trajtohet shpejt, mund të ketë komplikime serioze. Mirushja lëshoi një britm të mbytur dhe mbuloi fytyrën me duar. Bora e përqafoi fort, duke u përpjekur të ishte e rritura që Mirushja nuk arrinte të ishte në atë moment. Kamili ndjeu tokën t'i hapet nën këmbë. Kjo kishte dalë plotësisht jashtë kontrollit. Kjo nuk ishte më një fushatë. Ishte një emergjencë. Çojeni në spital tani, urdhëroi Kamili. Unë do të vi me ju. Pranvera pothuajse pësoi një krizë. Kamil, nuk mund ta lësh ngjarjen kështu. Ka njerëz që presin. Ka kamera. Ka angazhime. Kamili e shikoi me një ftohtësi që e bëri këshilltaren të tërhiqej. Pranvera, nëse mendon se një fushat festash është më e rëndësishme se jeta e një foshnjeje, atëherë je në punën e gabuar. Dhe pa pritur përgjigje, ai e mori Mirishen nga krahu, e ndihmoi të ngrihej dhe tha, "Eja. Unë do të garantoj që të kujdesem për djalin tënd." Mirushja e shikoi atë, e habitur. Bora mbajti dorën e zonjës Shpresa dhe pyeti me zë të dridhur, "Po unë? A mund të vi edhe unë?" "Sigurisht që mundesh," u përgjigj Kamili, duke shikuar vajzën me një butësi që nuk e dinte se e kishte ende. "Ti nuk do të mbetesh vetëm." Dhe kështu, në mes të tegut, i rrethuar nga dritat festive dhe këngët e gëzueshme, Kamil Mansuri la pas fushatën e tij të përsosur dhe doli duke mbajtur një përgjegjësi që nuk e kishte planifikuar, por që tani ishte e tija. Ndërsa ai dilte, i ndjekur nga Mirushja, Bora, zonja Shpresa dhe ekipi mjekësor, Pranvera mbeti në vend, duke mbajtur tabletin me duar që i dridheshin. Rahmani e shikoi dhe e pyeti, "Po tani?" "Tani," u përgjigj ajo me zë të hidhur, "ne e pastrojmë këtë rëmuj. Para se të kthehet në skandal." Por ishte tashmë tepër vonë. Sepse disa njerëz kishin regjistruar gjithçka me celular. Dhe historia e një vajze që refuzoi një dhuratë festash ishte gati të shpërndahej në të gjithë qytetin. Dhe kur e vërteta të fillonte të shfaqej, shumë njerëz do të duhej të jepnin llogari për gjëra që preferonin t'i mbanin të fshehura. Spitali ishte 20 minuta larg qendrës tregtare, por rrugëtimi u duk se zgjati një përjetësi. Kamili kishte thirrur shoferin e tij privat, një burr diskret i quajtur Jashari, i cili nuk bëri pyetje kur pasi përmarrësin të hynte në makinë i shoqëruar nga një grua e re e trembur, një fëmijë i pistë dhe një zonjë që ai nuk e njihte.
I vetmi tingull brenda automjetit ishte frymëmarrja e dobët e Luanit dhe të qarët e përmbajtur të Mirishes, e cila nuk pushonte së dridhuri. Bora ishte ulur pranë zonjës Shpresa, duke parë nga dritarja me një shprehje që përziente frikën dhe lehtësimin. Ajo e dinte se diçka kishte ndryshuar. Për herë të parë pas shumë kohësh, dikush kishte dëgjuar. Dikush kishte besuar. Por ajo gjithashtu e dinte se gjërat e mira nuk zgjasnin shumë në jetën e saj. Kështu që ajo priste. Priste momentin kur gjithçka do të shembej përsëri. Kamili shikonte Mirishen me një përzierje dhe mshurie dhe shqetësimi. Ai kur nuk kishte qenë aq pranë një situate si kjo. Donacionet e tij gjithmonë kishin qenë në distancë. Çeqe të nënshkruara, ngjarje të organizuara, foto të bëra. Ai ndihmonte, por nga një vend i sigurt. Atje, brenda asaj makine, nuk kishte distancë. Kishte një grua që qante, një foshnje që mezi merrte frymë dhe një vajzë që e shikonte atë sikur ai të ishte shpresa e fundit. Kur mbërritën në spital, Hekurani kishte telefonuar tashmë duke njoftuar për situatën. Një ekip po priste në hyrje. E morën Luanin menjëherë për në urgjencën pediatrike. Mirushja u përpoq t'i ndiqte, por një infermiere e ndaloi, duke thënë se kishte nevojë për disa të dhëna fillimisht. Dhe ishte aty ku filloi problemi. Emri i plot i fëmijës? Luan. Vetëm Luan. Mbiemri? Mirushja hezitoi. Ajo nuk e kishte regjistruar ende foshnjën. Nuk kishte mundur. Nuk kishte dokumente, nuk kishte si të vërtetonte asgjë. Ai nuk ka regjistrim, përshpëriti ajo me turp. Punonisja e shikoi me një shprehje që Mirushja e njihte mirë. Ishte vështrimi i dikujt që tashmë po gjykonte, që tashmë po vendoste se kjo ishte një problem, jo një emergjencë. Si do të thotë nuk ka regjistrim? Po ju, a keni dokument? Mirushja tundi kokën, duke ndjerë lotët të ktheheshin. Punonisja pshërtiu, e paduruar, dhe shikoi Kamilin sikur priste që ai ta zgjidhte këtë. Kamili bëri një hap përpara, duke përdorur tonin e zërit që zakonisht përdorte në mbledhjet e biznesit. Shikoni, emri im është Kamil Mansuri. Unë do të marr përgjegjësinë për këtë shtrim në spital. Mund të më faturoni gjithçka mua. Por kjo foshnje ka nevojë për mjekim tani. Punonisja u duk se e njohu emrin. Ajo e shikoi me më shumë vëmendje, pastaj Mirishen, pastaj përsëri atë. Për një moment u duk se do të bënte pyetje. Por diçka në qëndrimin e Kamilit e bëri të vendoste se ishte më mirë të mos diskutonte. Në rregull. Do ta hap regjistrimin si privat. Por zonja, ajo tregoi Mirishen, do të duhet të qëndroj këtu në sallën e pritjes. Vetëm kujdestari mund të hyjë në reanimacionin neonatal. Unë jam nëna. Protestoi Mirushja me zërin që i dridhej. E di. Por pa dokument nuk mund ta lejoj. Janë rregullat e spitalit. Mirushja ndjeu këmbët t'i lëshonin. Zonja Shpresa e mbajti nga krahu, duke mos e lënë të rrëzohej. Kamili ishte gati të shpërthente, por ishte Bora ajo që e zgjidhi situatën. Ajo tërhoqi mëngën e punonises dhe tha me një vendosmëri që i habiti të gjithë, Mirushja është nëna e Luanit. Ajo nuk ka letër sepse u desh të aratisej. Por ajo është nëna e vërtetë. Jo nëna me gënjeshtra. Dhe nëse ju nuk e lini të qëndroj pranë tij, ai do të ndjej mall. Foshnja ndjen mall për nënën. Unë e di këtë. Punonisja mbeti pa përgjigje. Ajo shikoi Borën, pastaj Kamilin, pastaj Pshertiu dhe tha, më lini të shoh çfarë mund të bëj. Ajo doli, duke e lënë grupin në sallën e pritjes. Mirushja u shem në një karrige, duke mbuluar fytyrën me duar. Bora u ngjit pranë saj dhe e përqafoi, duke i përshpëritur fjalë që askush tjetër nuk mund t'i dëgjonte. Zonja Shpresa u ul në anën tjetër, duke i mbajtur dorën Mirishes, duke ofruar ngushëllimin e heshtur që vetëm dikush që ka kaluar shumë gjëra mund ta japë. Kamili qëndroi në këmbë, i shqetësuar. Ai mori celularin dhe filloi të bënte telefonata. Telefonoi avokatin e tij personal, një burr i quajtur avokat Olsi, dhe i shpjegoi situatën. Telefonoi një kontakt që kishte në bashki, duke kërkuar udhëzime se si të rregullonte situatën e Mirishes dhe Borës. Telefonoi madje edhe një punonjëse sociale që njihte nga projekte të tjera, duke kërkuar ndihmë urgjente. Ndërkohë, në qendrën tregtare, historia po shpërthente.
Pranvera ishte përpjekur ta kontrollonte situatën, por ishte e pamundur. Dhjetëra njerëz kishin regjistruar momentin kur Bora refuzoi dhuratën, momentin kur Kamili doli nga ngjarja duke marrë një grua dhe një fëmijë të panjohur. Videot ishin bërë tashmë virale në rrjetet sociale. Disa e lëvdonin Kamilin duke thënë se ai kishte treguar njerëzi të vërtetë. Të tjerë e sulmonin duke thënë se kjo ishte marketing i lirë, se ai e bëri atë vetëm sepse po filmoi. Dhe kishte ende nga ata që sulmonin Mirishen duke thënë se ajo ishte oportuniste, se po përfitonte nga situata. Pranvera ishte në telefon prej më shumë se një ore, duke u përpjekur të bënte kontrollin e dëmit. Ajo e telefonoi Kamilin 3 herë, por ai nuk u përgjigj. Ajo u përpoq t'i dërgonte mesazhe, por ai vetëm u përgjigj, jam i zënë. Zgjidheni ju. Por nuk kishte si të zgjidhej. Historia kishte jetën e saj tani. Dhe sa më shumë që ajo përpiqej ta kontrollonte, aq më shumë narrativa i ikte nga duar. Kthyer në spital, Mirushja më në fund arriti të hynte në reanimacionin neonatal. Një mjeke pediatre, Flutura, bisedoi me të privatisht duke i bërë pyetje rreth historikut të Luanit, rreth shtatëzënisë, rreth ushqyerjes. Mirushja ju përgjigj gjithçkaje që mundej, me zërin e mbytur, me duar që i dridheshin. Mjekja nuk e gjykoi. Ajo vetëm e dëgjoi. Dhe kur Mirushja përfundoi, Flutura i vendosi dorën në supe dhe i tha, ti bëre atë që munde me atë që kishit. Askush këtu nuk do të gjykoj. Tani do të kujdesemi për Luanin. Dhe do të kujdesemi edhe për ty, Mirushja shpërtheu në lodh. Për herë të parë në muaj të tërë, dikush kishte folur me të sikur ajo të ishte njerëzore. Sikur ajo kishte rëndësi. Ndërkohë, në sallën e pritjes, Kamili bisedonte me zonjën Shpresa. Ai po përpiqej të kuptonte se si kishte mbërritur deri aty. Si një ngjarje bamirësie ishte shndërruar në këtë gjë. Zonja Shpresa, me urtësinë e dikujt që kishte parë shumë, shpjegoi, Zoti Mansuri, ju gjithmonë keni ndihmuar nga larg. Dhe kjo është e rëndësishme, po. Por të ndihmosh nga larg është e sigurt. Nuk dhem. Nuk shqetëson. Ju jepni dhuratën, bëni foton dhe ikni. Personi vazhdon atje me të njëjtat probleme, por të paktën ka një shport ushqimore. Por sot ju bë të ndryshe. Ju e pash nga afër. Dhe kur e shohim nga afër, ne shohim se problemi nuk është mungesa e ushqimit. Është mungesa e dinjitetit. Është mungesa e dëgjimit. Është mungesa e njerëzve që besojnë. Por unë nuk di si ta zgjidh këtë, pranoi Kamili me një frustrim që rrallëherë e tregonte. Unë di si t'i zgjidh problemet e biznesit. Por këtë këtu? Kjo është shumë e madhe për mua. Nuk është, zotëri. Ju tashmë keni filluar. Ju i sollët ato këtu. Ju besuat. Tani mbetet vetëm të vazhdoni. Bora, që po dëgjonte bisedën, shikoi Kamilin dhe e pyeti, zotëri, a do të vazhdoni? Apo do të hiqni dorë kur të bëhet e vështirë? Pyetja e kapi Kamilin të papërgatitur. Ai shikoi atë vajzë 5 vjeçare që kishte më shumë guxim se shumë të rritur që ai njihte, dhe ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej shumë kohësh, turp. Turp për të gjitha herët që ai kishte ndihmuar vetëm sepse ishte e përshtatshme. Turp për të gjitha herët që ai ishte larguar kur gjërat bëheshin të ndërlikuara. Unë nuk do të heq dorë, u përgjigj ai, dhe për herë të parë ai vërtet e besoi atë që po thoshte. Bora buzëqeshi. Një buzëqeshje e vogël, e turpshme, por reale. Dhe pastaj ajo tha diçka që e bëri Kamilin të kuptonte se ishte përpara një fëmije shumë të veçantë, e dija që ju ishit ndryshe. E pash në syrin tuaj. Ju keni një sy të trishtuar, një lloj si unë. Njerëzit me sy të trishtuar e dinë se çfarë është vuajtja. Dhe kush e di se çfarë është vuajtja nuk i lë të tjerët vetëm. Kamili ndjeu një lëmsh në fyt. Ai kur nuk kishte folur për këtë me askënd, por Bora e kishte parë. Kishte parë diçka që ai e fshite prej vitesh, dhimbjen e humbjes së dikujt të rëndësishëm. Dhimbjen se nuk kishte arritur të shpëtonte atë që donte më shumë. Dhimbjen që e bëri të ndërtonte një jetë të tërë bamirësie si formë për të kompensuar një dështim që vetëm ai e shite. Po ti, Bora, pyeti Kamili, duke u përpjekur të ndryshonte temë, pse nuk e deshe dhuratën? Bora u bë serioze. Ajo shikoi duart e veta dhe u përgjigj, sepse po ta merrja, do të mbaronte. Do të mbaronte vëmendja. Do të mbaronte mundësia që dikush të shikonte me të vërtetë.
Dhurata jep kushto. Por shikim, besim, këtë nuk e jep askush. Dhe unë kisha nevojë që dikush të besonte te Mirushja. Sepse nëse askush nuk beson, ata do t'ja marrin luanin asaj. Dhe nëse ja marrin luanin, Mirushja do të zhduket. Dhe nëse Mirushja zhduket, unë do të mbetem përsëri vetëm. Sinceriteti i përgjigjes preu si një te. Kamili kuptoi se e kishte nënvlerësuar atë vajzë. Ajo nuk e kishte refuzuar dhuratën nga Teka. Ajo e kishte refuzuar sepse ishte e vetmja formë për ta bërë botën të ndalonte dhe të kushtonte vëmendje. Ajo kishte përdorur të vetmen armë që kishte, surprizën. Nëse do të ishit në vendin e Borës, a do ta kishit refuzuar dhuratën për të mbrojtur dikë që doni? Apo do ta kishit pranuar dhe do të ishit përpjekur ta zgjidhnit në një formë tjetër? Na tregoni në komente. Orët kaluan. Luani u stabilizua, mori serum, u ushqye me sonë. Drëflutura tha se ai do të duhej të qëndronte i shtruar për të paktën një javë, por që do të shërohej. Mirushja, kur e dëgjoi këtë, u shem nga lehtësimi. Ajo kërkoi të qëndronte në spital, duke fjetur në një karrige pranë foshnjës nëse ishte e nevojshme. Ekipi i spitalit, i sensibilizuar nga historia, gjeti një shtrat ekstra për të. Kamili, para se të ikte, shkoi në dhomën ku ishte Mirushja dhe e pyeti: "A keni ku të qëndroni kur të dilni që këtu?" Mirushja tundi kokën, me sytë e ulur. "Atëherë do ta zgjidhim këtë. Nesër do të kthehem këtu me punonjësen sociale. Do të rregullojmë situatën tuaj. Do të nxjerrim dokumentet tuaja. Do të regjistrojmë luanin. Dhe do të gjejmë një vend të sigurt për ju." Mirushja e shikoi atë, e habitur. "Pse? Pse po e bëni gjithë këtë?" Kamili hezitoi. Nuk kishte një përgjigje gati. Por pastaj ai shikoi Borën, e cila ishte shtrirë në një krevat aty pranë, tashmë pothuajse në gjumë, dhe tha: "Sepse dikush më kujtoi se bamirësia nuk është të japësh atë që të tepron. Është të japësh atë që ka rëndësi. Dhe ajo që ka rëndësi tani është të garantojmë që ti dhe fëmijët e tu të keni një mundësi të vërtetë." Mirushja qau. Zonja Shpresa, që ishte ende aty, gjithashtu qau. Dhe Kamili, për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeu se kishte bërë diçka që vërtet vlente. Por kur doli nga spitali dhe ndezi celularin, pas se kishte më shumë se 100 mesazhe. Shumica ishin nga pranvera, në panik. Disa ishin nga ortakët, duke vënë në dyshim sjelljen e tij. Dhe një, në veçanti, ishte nga vëllai i tij i madh, Fatos, i cili jetonte në një qytet tjetër, por e kishte parë Jehonën në rrjete. Mesazhi ishte i shkurtër, por i rënd: "Po çmendesh? Kjo do të shkatërrojë reputacionin e familjes." Kamili e fiku celularin. Ai e dinte se gjërat sapo kishin filluar. Se ai vendim do të kishte pasoja. Se ai do të pyetej, do të sulmohej, do të gjykohej. Por për herë të parë në jetë, atij nuk i interesonte. Sepse ai kishte parë në sytë e një vajze 5 vjeçare diçka që asnjë fushat marketingu nuk do ta tregonte kurrë, të vërtetën e zhveshur të dikujt që mbijeton çdo ditë me një guxim që as të rriturit më të fortë nuk e kanë. Dhe nëse kjo do t'i kushtonte shtrenjtë, atëherë le të kushtonte. Sepse disa gjëra, Kamili po mësonte, nuk kanë çmim. Ato kanë vetëm vlerë. Ditët pasuese ishin një stuhi. Historia e Borës, Mirishes dhe Luanit ishte shpërndarë nëpër Tiranë si zjarri në kashtë të thatë. Videot e regjistruara në qendrën tregtare kishin miliona shikime. Çdo kush kishte një mendim. Disa mendonin se Kamili ishte një hero. Të tjerë thonin se ai po manipulohej. Kishte njerëz që sulmonin Mirishen duke e quajtur përfituese. Dhe kishte njerëz që sulmonin Borën duke thënë se një fëmijë 5 vjeçar nuk mund të ishte aq i zgjuar pa qenë i stërvitur nga dikush. Kamili u zgjua të hënën pasuese me telefonin që i shpërthente. Pranvera kishte caktuar një mbledhje urgjente me ortakët e kompanisë. Vëllai i tij Fatosi kishte marrë një fluturim dhe po vinte në Tiranë. Dhe shtypi ishte tashmë në derën e ndërtesës tregtare ku ndodhej zyra e tij, duke kërkuar deklarata. Ai mbërriti në zyrë në orën 8 të mëngjesit dhe shkoi direkt në sallën e mbledhjeve. Atje ishin pranvera, 3 ortak të kompanisë, avokat Olsi dhe drejtori i tij financiar, një burr serioz i quajtur Redon. Të gjithë me shprehje që varionin midis shqetësimit dhe zemërimit. "Kamil", filloi Redoni me zë të kontrolluar por të prerë, "duhet të kuptosh se kjo po prek kompaninë.
Klientët tanë po na telefonojnë duke dashur të dinë nëse do të përfshihemi në më shumë situata të tilla. Investitorët tanë janë të shqetësuar për imazhin. Dhe fushata e festave, që duhej të ishte një sukses, u kthye në një skandal. Skandal? Përsëriti Kamili me një qetësi të rrezikshme. Unë ndihmova një grua dhe një foshnjë që po vdisnin. Kjo është skandal. Nuk është ndihma problemi, ndërhyri pranvera. Është mënyra se si e bëtë. Ju dolët në mes të ngjarjes, braktisët fushatën, quat njerëz të panjohur në spital, morët përgjegjësi për diçka që nuk ishte problemi juaj. Kjo jep hapësirë për interpretime. Dhe disa nga këto interpretime nuk janë të mira. Çfarë lloj interpretimesh? Avokat Olsi Pshertiu dhe hapi një dosje me dokumente. Ka njerëz që thonë se po paditeni për përdorimin e imazhit të vajzës pa autorizim. Ka njerëz që thonë se po hetoheni për trafik të mundshëm njerëzor, sepse keni marrë një grua dhe një fëmijë pa dokumente. Dhe ka njerëz që thonë se keni një lidhje me Mirishen dhe se foshnja mund të jetë e juaja. Kamili ndjeu zemërimin tim ngjitej. Çfarë? Kjo është qesharake. E di që është, u pajtua avokat Olsi. Por kjo është ajo që po qarkullon në internet. Dhe ne duhet të bëjmë një kontroll dëmi urgjent. Kontroll dëmi, përsëriti Kamili duke ndjerë shijen e hidhur të fjalisë. Pra kjo është. Shqetësimi juaj nuk është për Mirishen, për Borën, për Luanin. Është për imazhin e kompanisë. Heshtja që pasoi ishte zbuluese. Askush nuk u përgjigj, por përgjigja ishte e qartë në vështrimet e shmangura, në qëndrimet e tensionuara. Kamili shikoi secilin prej tyre dhe kuptoi diçka që e la thellësisht të trishtuar. Për ta, kjo ishte vetëm një problem administrativ. Një krizë e marrëdhënieve me publikun. Një pikë në rendin e ditës. Ai u ngrit, mori xhaketën dhe tha, mbledhja u mbyll. Unë do ta zgjidh këtë në mënyrën time. Kamil, prit, u përpoq të ndërhynte pranvera. Ne kemi nevojë për një plan, plani, e ndërpreu ai, është i thjeshtë. Unë do të vazhdoj të ndihmoj Mirishen dhe Borën. Do të rregulloj situatën e tyre. Do të garantoj që ato të kenë strehim, ushqim, asistencë. Dhe nëse dikush dëshiron të më padis, le të më padis. Nëse dikush dëshiron të më hetoj, le të më hetoj. Unë nuk bëra asgjë të gabuar. Dhe nuk do të ndaloj së bëri të drejtën vetëm sepse është e papërshtatshme. Dhe doli, duke i lënë të gjithë të paralizuar në sallë. Ndërkohë, në spital, Mirushja po jetonte ditë që ngjanin si një ëndër. Luani po përmirësoi. Ai kishte shtuar peshë, frymëmarrja e tij ishte më e fortë dhe ai madje kishte filluar të buzëqeshte kur shihte fytyrën e nënës. Dërflutura kishte biseduar me Mirishen rreth kujdesit për foshnjën, rreth ushqyerjes me gji, rreth shëndetit. Dhe për herë të parë, Mirushja nuk u ndje e gjykuar. U ndje e mirë pritur. Bora, nga ana e saj, po eksploronte spitalin me kuriozitetin e një fëmije që kur nuk kishte pasur leje të ishte fëmijë. Ajo bisedonte me infermieret, vizatonte me stilolapsat që i falnin dhe madje kishte zënë miqësi me një vullnetare të pediatrisë që sillte libra për fëmijë. Zonja Shpresa e vizitonte çdo ditë, duke sjellë rroba të pastra, ushqim shtëpie dhe mbi të gjitha, shoqëri. Ishte gjatë një prej këtyre vizitave që Bora pyeti diçka që zonja Shpresa nuk e priste. Zonja Shpresa, a do të heqë dorë zoti Kamil nga ne? Pyetja e kapi vullnetaren në befasi. Pse mendon kështu, shpirti im? Bora ngriti supet, por sytë e saj ishin serioz. Sepse të gjithë heqin dorë. Kur bëhet e vështirë, të gjithë ikin. Dhe po bëhet e vështirë, apo jo? E pash në televizor. Po flasin keq për të për shkakun ton. Zonja Shpresa u ul në lartësinë e vajzës dhe i mbajti fytyrën me të dyja duart. Dëgjo mirë atë që do të them, Bora. Zoti Kamil nuk është si të gjithë të tjerët. Ai po kalon në për një stuj tani, po. Por unë i njoh njerëzit. Dhe unë e di kur dikush i bën gjërat sepse dëshiron të duket dhe kur dikush i bën sepse vërtet i intereson. Ati i intereson. Për ty, për Mirishen, për Luanin. Ai nuk do të heqë dorë. Si e dini ju? Sepse ai u kthye, Bora. Pasi iku nga spitali atë ditë të parë, ai nuk kishte nevojë të kthehej. Mund të kishte dërguar dikë tjetër të kujdesej për këtë. Por ai u kthye. Çdo ditë është këtu.
duke biseduar me mjekët, duke zgjidhur gjërat, duke u shqetësuar. Njerëzit që duan vetëm të duken nuk e bëjnë këtë. Njerëzit që u intereson vërtet e bëjnë. Bora u duk se u mendua për këtë. Pastaj ajo e përqafoi zonjën shpresa dhe pëshpëriti, unë vetëm nuk dua që Mirushja të mbetet përsëri vetëm. Ajo është gjithçka që kam. Dhe ti je gjithçka që ajo ka gjithashtu, e dashur. Dhe tani keni më shumë njerëz. Keni Kamilin. Më keni mua. Ju nuk jeni më vetëm. Por stuhia ishte larg përfundimit. 2 ditë më vonë, ndërsa Kamili ishte në spital duke biseduar me punonjësen sociale rreth rregullimit të dokumenteve të Mirishes, vëllai i tij Fatosi u shfaq. Ai ishte më i madh se Kamili, më serioz, më tradicional. Dhe ishte i tërbuar. Kamil, duhet të bisedojmë, tha ai, pa e përshëndetur fare. Ata shkuan në një dhomë bosh dhe Fatosi nuk humbi kohë. Çfarë po bën, Kamil? Po hedh poshtë gjithçka që kemi ndërtuar. Reputacionin e familjes. Imazhin e kompanisë. Për shkak të çfarë? Të një gruaje që as nuk e njeh? Ajo ka një emër, u përgjigj Kamili qetësisht. Mirushe. Nuk më intereson emri i saj. Shpërtheu Fatosi. Më intereson ti, familja jon. Ti po bëhesh lajm për arsyet e gabuara. Njerëzit po flasin. Po thonë se ke një lidhje, se po manipulohesh, se po çmendesh. Dhe ti beson ata? Fatosi hezitoi. Nuk di më çfarë të besoj. Ke ndryshuar, Kamil. Nuk je më burri që njihja. Kamili shikoi vëllain e tij dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ai tha të vërtetën që kishte mbajtur për aq shumë kohë. Ke të drejtë. Kam ndryshuar. Dhe e di pse? Sepse u lodha duke qenë ai burr. Burri që ndihmonte nga larg. Burri që nënshkruante çeqje por kur nuk shikonte në sytë e askujt. Unë ndërtova gjithë këtë jetë, Fatos, duke u përpjekur të kompensoja diçka që nuk arrita ta kompensoja kurrë. Dhe kur e pash atë vajzë të refuzonte atë dhuratë, unë kuptova. Kuptova se po bëja gjithçka gabim. Se bamirësia nuk është për të pastruar ndërgjegjen. Është për t'u përfshirë. Është për të zgjedhur të jesh i pranishëm edhe kur dhem. Fatosi mbeti në heshtje. Ai shikoi Kamilin sikur po shikonte një të huaj. Dhe pastaj pyeti me zë të butë, kjo është për Luljetën, apo jo? Emri preu si një thik. Luljeta. Motra e vogël e Kamilit. Vajza që ai nuk arriti ta shpëtonte kur ishte i ri. Vajza që vdiq sepse ai nuk kishte burime, nuk kishte fuqi, nuk kishte zë. Kamili kur nuk fliste për të. Por tani, pas aq shumë vitesh, ai më në fund tha, po. Është për Luljetën. Nuk arrita ta shpëtoja atë. Por mund të shpëtoj Mirishen, Borën dhe Luanin. Dhe kësaj radhe do ta bëj në mënyrën e duhur. Jo nga larg. Nga afër. Edhe nëse kushton shtrenjtë. Fatosi mori frym thellë. Ai i vendosi dorën në supë vëllait të tij dhe tha me sytë e mbushur me lot, atëherë unë do të ndihmoj. Fjalët e kapën Kamilin në befasi. Çfarë? Nëse do ta bësh këtë, nuk do ta bësh vetëm. Jemi vëllezër. Dhe vëllezërit nuk e braktisin njëri tjetrin. Kamili ndjeu lotët t'i ngjiteshin. Ai e përqafoi Fatosin dhe të dy qëndruan aty bashk, siç nuk kishin qëndruar prej vitesh. Në javën pasuese ndodhi kthesa përfundimtare. Punonjësja sociale arriti të gjurmonte dokumentacionin e Mirishes. Zbuloi se ajo ishte arratisur nga një shtëpi ku shfrytëzohej, ashtu siç kishte thënë Bora. Por më shumë se aq, zbuloi se Mirushja kishte qenë viktimë e një skeme të shfrytëzimit shtëpiak që përfshinte gra të tjera. Shtëpia nga ku ajo ishte arratisur po hetohej. Dhe dëshmia e Mirishes do të ishte vendimtare për të çmontuar atë rrjedh. Mirushja, kur e mori vesh këtë, u tmerrua. Ajo nuk donte ta rijetonte atë makt. Por Kamili ishte pranë saj. Dhe ai premtoi, ti nuk do të kalosh në për këtë vetëm. Unë do të garantoj që të kesh avokat, mbrojtje, gjithçka që të nevojitet. Dhe kur gjithçka të mbaroj, ti do të kesh dokumentet e tua mbrapsht. Do të kesh jetën tënde mbrapsht. Po ju? Pyeti Mirushja me zë të dridhur. Pse po e bëni gjithë këtë? Çfarë fitoni ju nga kjo? Kamili buzëqeshi.
Një buzëqeshje e trishtuar, por e sinqertë. Unë nuk fitoj asgjë, Mirushe. Por as nuk humbas më gjithashtu. Sepse gjatë viteve jetova duke menduar se të ndihmosh ishte të japësh gjëra. Por Bora më mësoi se të ndihmosh është të jesh i pranishëm. Është të besosh. Dhe unë kam nevojë për këtë, po aq sa ti kur Luani doli nga spitali 2 javë pas festave, Kamili kishte siguruar një apartament të vogël por dinjitos për Mirishën, Borën dhe Foshnjën. Kishte punësuar një avokate për të rregulluar situatën e tyre. Kishte siguruar shoqërim psikologjik. Dhe kishte bërë diçka që i habiti të gjithë. Ai kishte krijuar një program brenda kompanisë së tij, të drejtuar për pritjen dhe rregullimin e situatës së njerëzve në gjendje vulnerabël. Nuk ishte më bamirësi. Ishte strukturë. Ishte vazhdimsi. Ishte angazhim. Në ditën kur Mirushja dhe Bora u zhvendosën në apartamentin e ri, Kamili ishte atje. Ai ndihmoi në mbajtjen e kutive me gjërat që ai vetë kishte blerë, rroba, mobilje, lodra për Borën, gjithçka që ato kishin nevojë. Dhe kur gjithçka u rregullua, Bora erdhi tek ai dhe i dorëzoi një vizatim. Ishte një vizatim i thjeshtë, i bërë me lapsa me ngjyra. Tregonte 3 njerëz, një grua, një vajzë dhe një foshnjë. Dhe pranë tyre, një burr i gjatë. Poshtë, i shkruar me shkronja të shtrembra, ishte: "Faleminderit që besuat." Kamili e mori vizatimin dhe ndjeu lotët t'i zbrisnin. Ai u ul në lartësinë e Borës dhe tha: "Faleminderit, Bora. Që më kujtove atë që vërtet ka rëndësi." Bora buzëqeshi. Dhe pastaj ajo tha diçka që Kamili nuk do ta harronte kurrë: "Tani zotëria ka një sy më pak të trishtuar." Dhe ishte e vërtetë. Sepse për herë të parë pas shumë vitesh, Kamili nuk po kompensonte thjesht një humbje. Po ndërtonte diçka të re. Ishte i pranishëm. Ishte i gjallë. Muaj më vonë, Mirushja po punonte, Bora ishte në shkollë dhe Luani po rritej i shëndetshëm dhe i lumtur. Historia e tyre kishte ende sfida, sigurisht. Por tani ato nuk ishin vetëm. Dhe Kamili, burri që gjithmonë ndihmonte nga larg, kishte mësuar se transformimi i vërtet ndodh kur zgjedh të qëndrosh. Dhe gjithçka filloi me një vajzë 5 vjeçare që pati guximin t'i thoshte jo një dhuratë. Sepse ajo e dinte se ajo që i nevojitej nuk ishte e paketuar në letër të ardhë. Ishte në zgjedhjen e dikujt për të shikuar me të vërtetë, për të besuar me të vërtetë dhe për të qëndruar me të vërtetë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Kamilit, Mirishës, Borës dhe Luanit të ketë prekur zemrën tuaj. Nëse u emocionuat me këtë rrugëtim transformimi, guximi dhe fillimi të ri, klikoni butonin pëlqej, regjistrohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju la më shumë mbres. Çdo ditë sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na kujtojnë se gjeste të vogla guximi mund të ndryshojnë fate të tëra. Ju presim në episodin e radhës.